Një takim i shkurtër mes kryeministrit Edi Rama dhe 78 vjeçarit Çelnik Shtupalli, banori fshatit Homçan në Mokër të Pogradecit, është zhvilluar në Tushemisht. Gjatë pak minutave të bisedës, Shtupalli ka përcjell kryeministrit shqetësimin e tij për gjendjen e rrugës së fshatit, e cila është rreth 4 kilometra e gjatë, duke kërkuar asfaltimin e saj. Se më thanë që më kërkoje? Po. Si e? Qa i kishe? Unë për rrugën e Homçanit, 4 kilometra dhe mata me zalonë në gjenë kryt Kyçkovës. Gjenë kryt Kyçkovës, po se shtrohet me asfalt dhe në autostradë. Të më shtrohet me asfalt, e këto 4 kilometra dhe se është vazhdimisht, është autostrada ati që kalon. I vojtur shumë popull tonë, për Baltës edhe për rrugës të keqe, pak në tashi të kalohoj më mire të rojnë më shumë njëti që kam atje. Po mirë, deri aty afër erdhi asfalti. Po, gjën Kyçkovë është. Kyçkovë Homçan 4 kilometra është. Në takim ishte edhe kryetari i Bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli. Rama e pyeti për kërkesën e banorit, ndërsa Xhakolli u shpreh se rruga e Homçanit do të realizohet përpara përfundimit të mandatit. Po ky Xhakolli çfarë thotë ky kryetari? Do ta bëj thaj. Do ta bëj më thaj. Jo. Faleminderit shumë mirë. Thotë që më ka ardhur asfalti deri afër, thotë tani duhet bile edhe nga rruga e Quksit, bëm deri në një fshat, deri në Kyçkovë, tash duhet lidhur Kyçkova me Homçan. Po do e bëjmë atë. Po besoj që po, unë e kam dhënë llaf. Beson që po, apo po, se janë dy gjëra të ndryshme. Para se të ikë do të bëj. Në përfundim të takimit, pas komplimentit që mori nga i moshuari, Rama nuk kurseu as batutat, duke i thënë se do të quhet patronazhist nëse vazhdonte. Edhe të dua shumë, kam dashur shumë, ti je lideri politikës në botë më mirë dhe me taj qeverie më mirë. Lëre mo tani, lëre. Lëre se do thon pastaj që je patronazhist. Faleminderit shumë.